Në meshën e kësaj të diele në katedralen Ngjallja e Krishtit, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Zot Johani, ka ofruar një këndvështrim të thellë mbi shëmbulltyrën e djalit Plankprishës, duke u përqendruar jo te mëkatari i penduar, por te vëllai i tij i drejtë dhe te koncepti i drejtësisë hyjnore. Sipas kryepiskopit, ky personazh përfaqëson ata njerëz që e ndjekin besimin në mënyrë sipërfaqësore, duke zbatuar ritet dhe rregullat, por pa pasur një zemër të zbutur nga dashuria dhe mëshira. Djali i vogël i kërkoi trashëgimin të atit, duke i thënë që mje pjesën time, se do e merte e do largohej. E kjo ndodh vazhdimisht, ku njerëzit mendojnë që mund dajnë nga gjithë tjerët e mund të realizojnë gjithçka që kishin në mendje ata vetë. E këtu është tema e lirisë. Perëndia na ka krijuar në të lirë, për të pasur lirinë për të bashkuar me Perëndin, po dhe lirinë për të mëkatuar. Dhe liria, e cila është dhurata më e madhe që Perëndia i ka bërë njerëzve, mund të jetë një bekim i jashtëzakonshëm, ose mund të kthehet në një barrë të rëndë për ata të cilët nuk dinë ta përdorin lirinë. Kufizimet që na jep shpeshherë Perëndia nuk janë për ta ngushtuar dhe kufizuar lirinë tonë, po janë për ta ndihmuar. Ashtu siç mjeku shpeshherë na jep në një dietë, nuk na jep ne për ta munduar, por na jep për të shëruar. Dhe njerëzit që i shohin kufizimet si pengesë të lirisë nuk e kuptojnë shumë mirë se çfarë do thotë kufizimi i lirisë. Kufizimi që jep Perëndia për shumë gjëra, mos vidh, mos vrit, mos shkel kurorën, e shumë gjëra tjera, nuk janë për të kufizuar lirinë. Duhet ta kemi gjithmonë mendje këtë, janë për të na shpëtuar ne edhe për të na mbrojtur. Historia e djalit Plankprishës, e cila mund të shpjegohet në plane të ndryshme, mund të shpjegohet në planin e gjithë historisë njerëzimit, sepse kjo histori është për gjithë njerëzit. Është historia ime, historia juaj, e të gjithë njerëzve sa kanë ekzistuar. Dhe thot, mbasi mori pasurinë e tij, që mendoi që nga trashëgimia shkoi në një vend të largët. Çfarë është vendi i largët? Vendi i largët në kuptimin e thillt krishterë dhe fetar është një vend ku është larg Perëndisë. Kryepiskopi shpjegoi se nëse Perëndia do të zbatonte drejtësinë në kuptimin njerëzor, askush nuk do të shpëtonte. Ai bëri thirrje për një pendim të vërtetë, i cili nuk është thjesht keqardhje, por fillimi i rrugës për t'u kthyer drejt shtëpisë së Atit. Parabolia e sotme, siç thon shumë nga etrit, ndoshta nuk mund të quhet e djalit Plankprishës, po duhet të quhet e Atit të shumëdhëmshur, e Atit që ishte plot me dashuri, sepse falja nuk është thjesht drejtësi në kuptimin e drejtësisë njerëzve. Falja e ka përcen atë. Dhe Zoti na fal ne sepse pikërisht na do. Nëse do bënte Zoti drejtësi, nuk do na falte. Shën Isak Siriani, cilin e citoj shpesh, sepse është një nga etrit më të mëdhenj shpirtëror të Kishës Ortodokse. Omelitë e tij dhe librat e tij të famshëm janë një burim drejtimi në jetën shpirtërore. Dhe provokonte ndonjëherë nxënësit e tij dhe u thonte: "Ju mendoni thotë që Zoti është i drejtë?" Po, përgjigjeshin ato. Ky thonte: "Jo, ato shtangeshin. Si ka mundësi që Perëndia mos jetë i drejtë?" Dhe shenjti vazhdonte duke thënë këto fjalë: "Nëse Perëndia do ishte i drejtë, unë dhe ju do ishit tani në ferr. Perëndia është zëmërdhëmshur, dhe kushdo që bëhet i ngjashëm me Perëndin e pastron zemrën e tij dhe ka dashuri. Në vend që vllai të gëzohej, që vllai tjetër u gjet, ishte i vdekur dhe u ngjall, e kapi zëmërimi i madh." Prandaj dhe shpeshherë njerëzit mund të vinë në kish, mund të ndjekin besimin nga jashtë dhe zëmërohen shumë kundër të tjerëve, kanë një mëri të madhe. Të gjithë ata që shajnë, të gjithë ata njerëz që kundërshtojnë gjithë tjerët, nuk është zbutur zemra e tyre nga hiri i Perëndisë. Zoti na do që të bëhemi të ngjashëm me atë, që të kemi dashurinë e Perëndisë, sepse Perëndia fal nga që është i mirë. Shëni Joan Gojarti thot disa fjalë shumë të bukura. Thot këtë gjë: asnjë mëkat nuk mund ta mundi dashurinë e Perëndisë. Qofshi dhe imoral, thot, kurol shkelës, nëse do pendoheni, Perëndia do ju presi krah hapur, dhe jo vetëm që do ju pastroj, po do ju thrasi dhe do ju bëj si miqtë e tij, sepse çdo mëkat i pa rrëfyer, i pa penduar, është ai që shkatron jetën tonë.
Ky kthim shpirtëror, siç theksoi kryepiskopi, jep qëllim jetës dhe e shndron atë nga një ekzistencë pa pyetje në një udhëtim plot gëzim drejt dashurisë së Perëndis, një mesazh i fuqishëm në prag të periudhës së Kreshmës së Madhe.